Hëna e plot blu në 31 maj zbuloni 3 shenjat e zodiakut që do të preken më shumë. Hëna e rrallë e plot blu që do të ndriçojë qiellin në 31 maj 2026 konsiderohet si një nga fenomenet më intensive dhe emocional të vitit në astrologji dhe do të ndikojë më shumë në 3 shenja të zodiakut, edhe pse emri i saj referohet ngjyrës blu. Në fakt, hëna e dytë e plot në të njëjtin muaj, një fenomen mjaft i pazakontë që sipas astrologëve sjell kulme, zbulesa dhe ndryshime të rëndësishme. Hëna në astrologji shoqërohet me emocionet, intuitën, nevojat e brendshme dhe mendimet tona më të thella. Kur ndodh një hënë blu, kjo energji thuhet se është në kulmin e saj. Ndjenjat e vjetra dalin në sipërfaqe, marrëdhëniet vijnë në provë dhe shumë njerëz ndjejnë nevojën për të marrë vendime që i kanë shtyrë për një kohë të gjatë. Kjo hënë e plot në maj konsiderohet veçanërisht e fuqishme duke sjellë sqarime dhe një sasi se asgjë nuk mund të fshihet më. Është një kohë që mund të çojë ose në fillime të reja spektakolare ose në përfundime përfundimtare. Shumë do të ndjejnë tension emocional, por në të njëjtën kohë do të fitojnë qartësi më të madhe rreth asaj që duan vërtet në jetën e tyre. Në përgjithësi, hëna blu në 31 maj 2026 konsiderohet një hënë e plot që sjell emocione intensive dhe realizime të mëdha. Është një moment që u bën thirrje shumë njerëzve të ndalojnë së shmangurit të vërtetën dhe të shohin më qartë se çfarë u duhet vërtet për të ecur përpara. Për disa shenja kjo periudhë do të jetë çliruese, ndërsa për të tjerët do të ndihet si një zgjim i fuqishëm që do të ndryshojë rrjedhën e tyre për pjesën tjetër të vitit. Edhe pse të gjitha shenjat e zodiakut do të preken në një farë mënyre, 3 prej tyre pritet përjetojnë energji në hënës blu më intensivisht. 3 shenjat e zodiakut që do të preken më shumë nga hëna blu. Shigjetari. Shigjetari është në krye të listës. Kjo hënë prek drejt për drejt personalitetin, vendimet dhe rrjedhën e përgjithshme të jetës së tyre. Shumë shigjetar do të ndjejnë se ka ardhur koha të lënë pas situatat që i kufizojnë. Marrëdhëniet, planet profesionale apo edhe qëllimet personale mund të ndryshojnë pa pritur drejtim. Nevoja për liri dhe të vërtet do të jetë më intensive se kur më parë. Akrepi është gjithashtu thellësisht i prekur veçanërisht në çështjet e financave dhe sigurisë emocionale. Hëna blu sjell zbulime rreth marrëdhënieve të varura, emocioneve të fshehura ose shqetësimeve financiare që nuk mund të injorohen më. Për shumë akrep kjo periudhë mund të veprojë si një zgjim i fuqishëm i brendshëm që do t'i shtyjë ata të ndryshojnë mënyrën e tyre të menduarit dhe të vendosin kufij të rinj. Binjakët, një tjetër shenjë që do të ndjej ndikim fuqishëm janë binjakët. Marrëdhëniet e tyre, qofshin personale apo profesionale, vihen në mikroskop. Diskutimet që kanë mbetur të hapura, keqkuptimet ose të vërtetat që janë shmangur tani mund të dalin në dritë. Binjakët do të duhet vendosin se cilët njerëz ja vlen të qëndrojnë jetën e tyre dhe cilët rreth duhet të mbyllen përgjithmonë.